Balotazhi në 18 komunat e Kosovës ka vendosur fituesit për 4 vite të ardhshme. Nga Prishtina në Klokot, ja kush do të udhëheq komunat tuaja. Në Prishtinë, përparim Rama i LDK-s ka fituar me 51.54% të votave, duke siguruar edhe një mandat për udhëheqjen e kryeqytetit. Në Gjakova, Ardian Gjini nga AK ka triumfuar sërish me 56.03%, ndërsa edhe në Gjilan, Alban Hyseni i LVV-s ka fituar me një përqindje të lartë prej 61.06%. Në Dragash, Bexhet Xheladini i LDK-s ka marrë 58.54%, ndërsa në Kaçanek, Sabedim Vishi i PDK-s fitoi me 51.86%. Linën do ta udhëheqë sërish Zenune Leza i AK-s me 58.02%, ndërsa në Fushë Kosovë rezultatin e ndryshoi Valon Prebreza i LVV-s, i cili fitoi me 54.99%. Në Mitrovicën e Jugut gjithashtu ka ndryshuar ngjyra politike. Faton Peci i LVV-s fitoi me 53.47%, ndërsa edhe në Obiliq, Halil Thaçi i LVV-s fitoi me 51.09%. Rahu Vecin e udhëheq sërish Smail Latifi i AK-s me 53.59%, ndërsa në Pej Gazmend Muhaxheri i LDK-s fitoi me një rezultat të lartë prej 61.15%. Në Prizren, Shaqir Tota i PDK-s ka marrë edhe një mandat me 53.86% të votave, ndërsa në Suharek, Bali Muharemaj i AK-s siguroi sërish fitore me 55.60%. Vitin e udhëheq Sokol Haliti i LDK-s me 50.60%, ndërsa në Vushtri Ferit Idrizi i PDK-s me 54.27%. Në Junik, Rushdi Shehu i LDK-s ka marrë edhe një mandat me 55.92% të votave. Mamusha do t'jetë në udhëheqjen e Abdul Hadi Krasniq të KDTP-s me 53.58%, ndërsa në Klokot, Božidar Dejanović i listës serbe ka shënuar fitore të thellë me 90.03% të votave. Këto janë rezultatet të balotazhit në 18 komunat e Kosovës nga KQZ, pa përfshirë votat e diasporës. Për më shumë informacione, vazhdoni të klikoni në portalin telegrafi.com.